edhe me qeverinë e Zotit Thaçi madje në rastin e intervenimit në veriun e Mitrovicës. As edhe një herë për 5 vjet një subjekt politik nuk doli të marrë përgjegjësi dhe të thotë në veri të Kosovës kjo qeveri po bën punë të mirë. Hajde kritikoje qeverinë për gjitha çështjet tjera. Nuk pajtohesh në arsim, nuk pajtohesh në çka do tjetër, ekonomi, shëndetësi, çka do qoftë. Mirë, po te veriu i vendit, kur qeveria përballet me një presion të jashtëzakonshëm ndërkombëtar, kur është 19% territorit që thotë lemër fol për zhvillim ekonomik, se mendjen kjo ka të parja, prandaj mbron partitë e interesit. Ky mendjen e ka veç te logjika biznesore në ngushtë personale, prandaj reagon këtë mënyrë dhe prandaj për veriun e Mitrovicës me fol që thotë fol më për zhvillim ekonomik. Ti s'kan milion me shku as deri në fushë Kosovë. Po çu keni menu jo. As deri Fllatin te aeroporti keni më kthyer nga Realiteti i tillë sot nuk është ashtu fatmirësisht. Prandaj jeni tu zvogluar. Po jeni barikadu gabinesh. Po ju këshilloj sinqerisht ndrën e qasjen, sepse kështu nuk ka më pas nevojë më për zgjedhje. Prandaj zgjedhjet janë ai ka lëvizja vendosje 51% apo jo. Fal kësaj mendësie vetëm të përfitimeve të ngushta. Asnjëherë pa vendosur pa interesin e vendit. Jeni shndrusin vetëm interesin personal. Që 6 vite jeni në qeveri.